Dashur aktivist të koalicionit Vlen, nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar deputet, ministra, zavendës ministra, i dashur Zek, Bilal, Izet, Adnan, Bekim, mirë mbrëma të gjithëve. Mirë se ju gjeta të gjithëve në hapjen e këtij shtabi, që është një moment uniteti dhe shprese për të gjithë shqiptarët Maqedoninë e Veriut. Sot ne po e ndezim flakën e ndryshimin, po fillojmë rrugtimin ton drejt zgjedhjeve të tetorit për një ardhmë më të mirë, një politikë komunale me durë të pastra mbi gjitha. E tha Bekimi, koalicioni Vlen është shumë më shumë se koalicion apo bashkim partish. E kemi thënë në vazhdimsi, koalicioni Vlen ishte mrekullia që të gjithë e kërkonin, por për të cilin asnjë nuk shpresonte më. Derisa e bëm të mundur, derisa dëshmuam se shqiptarët mund të bëhen bashk për dinjitet, për drejtësi, mund të bëhen bashk kundër krimit, kundër korrupsionit, kundër llotarisë, soravisë e gjitha keqpërdorimeve që i kemi parë gjatë qeverisjes së BDI-s. Vlen është shtëpia jone e përbashkët, shtëpia e përbashkët e çdo shqiptari që dëshiron dinjitet, barazi dhe progres. Ne jemi këtu për dëshmuar që shqiptarët mund të jenë të bashkuar dhe të vendosur për të ndërtuar një vend më drejt, një shoqëri më drejt për gjithë. Atyre shokëve tonë që i përmendi Bekimi, u ran maskat, u doli boja edhe atyre, Izet, Zek, Bilal, Bekim e mbanin mend se si na ka torturu për një 5 muaj me radhë, me atë kërkesën që e kishte për lista të ndara, për këshilltar komunal, për sondazhe për komuna, e kështu me radhë, sot e pam se gjitha këto kanë qenë një mashtrim. Një mashtrim që është bërë opinionit, një tradhti që është bërë votuesit dhe një devijim i jashtëzakonshëm që ka tentuar ta bën me Aleancën për Shqiptarët duke kontrabanduar një strukturë të tërë që ka qëndruar me dinjitet për 2 dekada me radhë. Si zavendës kryeministër për qeverisje të mirë, unë e di se çka do të thotë punosh për transparencë, llogaridhënie dhe efikasitet. Këto nuk janë thjesht parime, por janë angazhimi joni i përditshëm në qeverisje, si në qendër, ashtu edhe në komunat ku jemi. Qeverisja e mirë, e thash, është mbi gjitha një punë, angazhimi përditshëm që duhet ta bëjmë në interes të qytetarëve, që ata t'i kemi në qendër të çdo vendimi dhe që çdo cent të shpenzohet me brengën e përhershme që duhet të kemë për përmirësimin e kushteve të qytetarëve tonë. Ne duam institucione që punojnë për popullin, jo për interesat tona të ngushta grupore. Ne duam komuna ku çdo projekt është në shërbim të komunitetit dhe ku çdo zë dëgjohet. Dashur miq, dashur aktivist, unë jam rrit në Belgjik dhe jam formsu profesionalisht në Bruksel, mund zemër të Bashkimit Evropian. Kam mësu aty në punën time, në angazhimin tim, se politika nuk ka të bëjë me pushtet për pushtetin, por se politika duhet jetë shërbim për njerëzit mbi gjitha. E tha moderatorja, ka ardhur koha për një gjenerat të re politikanësh dhe koalicioni Vlen është pikërisht kjo. Edhe besoj që duhet flasim edhe hapur për opozitën tonë, për BDI-n dhe 2 aleancat që janë bashkuar aty dhe janë ulur dorë për dore në prerin e Ali Ahmetit. Ata nuk janë ul aty për parime, janë ul aty fatkeqësisht për mbijetesë politike dhe përmes këtij planit që e kishin për të siguruar mbijetesën e tyre politike, ata po tentojnë të rehabilitojnë BDI-n dhe të kthejnë Artan Grubin dhe Aliun dhe gjithë ata të tjerët në pushtet. Kjo nuk është politik, kjo është pazar. Dhe komunat në këtë drejtim, ata po i shndrojnë në tezga. E shihni se si flasin, njëri merr kaq komuna, tjetri merr kaq komuna dhe brenda e dim se çfarë ndodh. Brenda e kanë mashtruar antarësinë, e kanë tradhtuar aktivistin me premtimin se i marrin njëri 6 komuna, tjetri 3-4, e pam se pazari u ka rënë dhe do e shihni shumë shpejt se me gjasë edhe këto që i dëgjojmë nuk do dalin ashtu si që janë duke i paketuar për momentin. Ne Vlen jemi e kundërta e kësaj. Jemi këtu për të rënu këtë sistem të pazareve, të tezgave dhe për të sjellë një politikë të pastër
dhe mbi gjitha për të dhënë shpresë shqiptarëve. Dashur aktivist, zgjedhjet e tetorit nuk janë thjesht një garë politike. Të janë një betejë e vërtet, një referendum për të ardhmen e shqiptarëve në këtë vend. Andaj çdo derë në të cilën trokisni, çdo bisedë që e zhvilloni me bashkëqytetar, çdo dorë që e shtrengoni, është një hap çdo herë drejt fitores së tetorit. Le të mobilizohemi si kur më parë, ky është një fillim shumë i mbar. Le të tregojmë se vlen është forca e vërtetë e ndryshimit dhe se me unitetin ton, me vizionin ton dhe me përkushtimin ton për një të ardhme më të mirë, ne do ta bëjmë këtë vend një vend më të mirë për çdo shqiptar dhe secili prej tyre do të ndihet edhe më krenar, po edhe do të ndihet zot shtëpie në këtë vend. Ju falenderoj gjithëve për hajër nisjen e këtij rrugtimi drejt fitores së madhe të tetorit.